së pari të edukohen vetë politikanët që pastaj edhe elektorati tyre të mos përdor një diskurs të tillë, apo ka masa të ndryshme për të dyja palët? Thonë drejtën, kjo është tepër shqetësuese. Kjo flet për një anomali të madhe që po ndodh në shoqërinë tonë. E kemi një shoqëri shumë të frustruar, me cilën politikanët sinqerisht do të merren seriozisht. Mendoj që shoqëria jonë ka nevojë për lajme të mira dhe t'i kthehet normalitetit. Kjo mënyrë se si reagon nuk më duket shumë normale, dhe ndoshta normaliteti do të filloj pej mediave, e pastaj edhe rrjeteve sociale dhe gjanave të tjera, sepse kam frikën që po shkojmë shumë drejt kësaj gjuhe dhe kësaj retorike, e cila nuk është e shëndosh, që nuk është shëndosh, po është shumë e dëmshme për shoqërinë tonë. Ka shumë faktorë që i kontribuojnë, një prej tyre mbase mund të jenë edhe mundësia që gjithkush të dalë të flasë lehshëm, të ofendoj, pastaj këto debatet me tone të larta dhe me atë stilin ku shkojnë pjamun, pastaj janë normalizuar shumë çështje dhe shumë terma, është normale t'i thotë njerit hajn, t'i thotë kriminal, t'i thotë shpion, t'i thotë agent, e shumë gjëra tjera të cilat e kanë nda dhe e kanë përqa shoqërinë tonë dhe po përqojnë një negativitet jashtëzakonisht madh. Ne si shoqëri e vogël, por me përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe, mendoj që në të ardhmen kushdo që të është në krye të këtij shteti dhe kushdo që do e mendon të merret sinqerisht dhe seriozisht me politikë dhe të shërbej vendit, dohet që të ketë kujdes në atë që thot, të ketë kujdes në çfarë mesazhi po përçon, të ketë kujdes se çfarë po bën dhe çfarë po vepron, sepse shoqëria jonë ka nevojë për normalitet, për paqe, për qetësi, për një farë rehatije, jo të jetë kaq e frustruar. Arber, një pyetje për fund të kësaj bisede. Po e shohim në vazhdimsi që veç ankesat e subjekteve politike janë në këto vendime të PZAP-s, a mund edhe qytetarët vetvetiu të dërgojnë ankesa në PZAP, po veç partitë politike që janë ngarë? Me sa di unë, ligji është i qartë, kushdo që ka interes juridik edhe dëshmon interesin juridik mund të dërgoj ankesa. Të kalunën e kemi pas që kanë dërguar dhe mediat edhe IEQ, cilat një farë forme përfaqësojnë një organizim qytetar, organizata qeveritare,